kjo pjesa logjike e gjës nuk është faktikisht jashtë Kuranit, sepse vetë Kurani aludon në shumë ajete meditimin, logjikën, për ata që logjikojnë, për ata që analizojnë, për ata që dinë të krahasojnë. Pra logjika nuk është lënë jashtë loje, jashtë referimit. Domethënë thjesht logjika, domethënë ka renditjen e dyta në mënyrë se si ne argumentohemi dhe mënyrë se si ne referohemi. Ka kufit e vet, pra. Po, por se nuk është lënë. Kështu që edhe kjo pjesa e analizës logjike të gjës është interesante sepse vetë feja, domethënë e ka orientuar njeriun tek logjika dhe tek arsyeja. Atëherë, le të vim tek pyetja jote që mos dal nga pyetja. Përse patjetër duhet të mbështetemi në Kur'an, ose thënë ndryshe, përse duhet kemi referim bazik në raport me Zotin, shpalljen. E thjesht fare. Nuk mund të tregoj ty për veten e tij më mirë se sa vetë Zoti i gjithësisë. Pra sado që të arrin mendjet njerëzore, të imagjinojnë, të krahasojnë, të vënë punë, le të themi, logjikën e tyre, fuqinë të menduarit të tyre, po mundohen të arrijnë diçka që është jashtë kapacitetit të tyre. Përderisa është jashtë kapacitetit të tyre dhe fuqisë të tyre të menduarit, domethënë është hamendësim. Për këtë arsye, le të themi, për shembull, le të japim një shembull shumë thjesht. Njeriu deri më sot nuk ka arritur të japë një përkufizim për shpirtin. Nuk ka arritur të japë shumë përkufizime në lidhje me fenomenet, le të themi, tona jetësore që ne i përjetojmë për ditë. Nuk arrin dot të japi një përkufizim. Ne për shembull deri dje nuk e dishim ç'është atomi, deri dje nuk e dishim ç'është qeriza, flas deri dje me kuptimin e shekullit. Mirë po me shkencë, me zbulime arritëm, dhe tani kemi, kur flasim për qirizën, ne të dy tani menjëherë mendojmë diçka, kur flasim për atomin, menjëherë mendojmë diçka. Kur flasim le të themi për universin, për rrugën e qumshtit apo për yjet, për planetet, menjëherë mendojmë diçka. Pra, domethënë ka një lloj hapësire që njeriu të hulumtojë dhe të analizojë. Në raport me krijuesin është jashtë çdo lloj hapësire dhe mundësie që njeriu të analizojë apo të krahasojë. La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikul absar. Wala tadribu lillahi al-amthal, pra nuk ka arrin, mos jepni shembuj, nuk mundet mendja e njeriu ta imagjinojë të madhin Zot Allahun xhel. Atëherë, burimi i vetëm duhet shkojmë tek ajo që thot vetë Zoti për veten e tij.